Qenë që mban ambiente të brendshme janë kryesisht qenë të raca të vogla, ata që vijnë për shembull tek ne, për shembull raca Toy Poodle, Maltez, Bichon Frise. Këto raca kanë nevojë për shëtitje të moderuar gjatë ditës, për shembull të paktën 1 deri në 2 orë gjatë ditës dhe jo me aktivitet shumë të forcuar, për shkak që kanë peshën më të vogël, trupin më të vogël dhe kapaciteti i tyre për aktivitet fizik është më i limituar se sa i një qeni që është racë e mesme. Racat e mesme, për shembull, siç është Cocker Spanieli që mbahen brenda në ambiente shtëpiake të brendshme, këta qenë kanë kapacitet më të lartë për aktivitet fizik dhe mund të kenë shëtitje në periudha më të gjata gjatë ditës se sa qenë të raca të vogla. Kur jemi për shembull te Cocker Spanieli, ai mund të ketë edhe 2-3 herë në ditë nga 1 orë e gjysmë shëtitje për shkak që llogaritet edhe që është një qen i cili përdoret edhe për punë nga polici të ndryshme dhe ushtri të ndryshme në përbot dhe është një qen i cili mund t'i përshtatet këtyre kushteve të shëtitjes. Ndërsa racat e vogla, për shkak trupit të vogël të tyre, ata edhe nuk është që kanë shumë mundësi të kenë aktivitet shumë të sforcuar fizik.